Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi tek Kosova dhe Serbia, të cilat kanë hedhur hapin e parë pas shumë kohësh, duke u pajtuar që të vënë në punë komisionin e përbashkët për personat e zhdukur gjatë luftës. Dhe kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, pas raundit të dialogut me Beogradin të zhvilluar në Bruksel, tha se tani mbetet që javët e ardhshme të takohen zëvendësit dhe të përcaktojnë edhe prioritetet e para për punën e komisionit të përbashkët. Për diskutuar mbi këto zhvillime, ditën e sotme kam të ftuar zotin Jeton Halimi, drejtori ekzekutivi i SEK. Zoti Halimi, ju përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Zoti Halimi, do ta nisim me Kosovën, ashtu si thash, pra pas shumë vitesh bllokat, Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord të vënë në punë komisionin e përbashkët për personat e zhdukur gjatë luftës. Por ndërkaq pa dhënë afate konkrete për rezultatet e para. Mendoni se ky tashmë është një hap real drejt drejtësisë apo vetëm një marrëveshje simbolike? Po shpresoj nderuar, besoj që tash e kam parë edhe Kosova dhe Serbia se s'ka rrugë tjetër për të çështjen e bisedimeve dhe kjo çështje shumë cruciale, çështjet pagjetore, e dimë shumë mirë se lufta në Kosovë ka shumë shkatrime, dhunime dhe vrasje dhe të pagjetër. Shpresoj nga ana e Serbisë korrekte dhe konkrete me veprimet e saj të jap informatat nga ish regjimi i Miloševićit dhe tash regjimi i Vučićit të jap të gjitha ato hartat ku janë të varrosura, të gjitha ato kufoma që supozohet nga ana e institucioneve të Kosovës dhe nga familjarët e Kosovës. Këto i kanë të zhdukur të pagjetra, shpresoj të mos jetë një makiazh apo një farë fasade në termen popullor, po të gjenden mënyra, forma konkrete të vitit gjetja dhe zhvarrosja tyne dhe botë në mënyrë profesionale nga mjekësia ligjore nga institucionet të Kosovës dhe të kthehet familjare esha dhe të rivarrosen të kanë një varr dhe të dinë ku i kanë në bilet shkojnë të shmallën për çështjet mortore të tyne dhe besoj që është masë e qartë dhe nuk do në koment dhe është një hap i mirë dhe i dur dhe shpresojnë të esim matutje dhe mos kenë ndonjë pengesë si ç'din me bëu Serbia, siç ka bëu në kaluar me ish qeverit e kalume dhe ish me këta një farë forme punëtori që kanë pasë mes Kosovës dhe Serbisë dhe të bijmë sa ma shpejt të gjetje atyre dhe mos bëjnë kalkulime apo populizëm, mos lëjmë me ndjenjat e qytetarëve të Serbisë Kosovës, se e dim shumë mirë që u tha më herët se Kosova ka dalë e shkatruar për luftës me gjitha ato të këqija dhe shpresoj që Serbia të ka seriozisht të kthejt pagjetrat tek familjarët e tyre përmes institucionet të Republikës Kosovës. Ndërkaq, zoti Halimi, kryenegociatori i Kosovës, Besnik Bislimi, tha se javët në vijim do të shërbejnë për përcaktimin e prioriteteve të komisionit, ndërsa ende nuk dihet se cilat do të jenë edhe çështjet urgjente. Mendoni se a duhet tashmë që prioritet absolut jetë hapja e arkivave shtetërore të Serbisë? Po patjetër, kjo është obligueshme edhe duhet i bëj presion edhe SBA-t edhe Bashkimin Evropian që t'i hapë arkivat, e thash merët duhet t'i japin të gjitha shërbimet e ushtrisë Serbisë dhe ushtria dhe të policisë, i kanë ato të dhënat të gjitha ku janë varrosur dhe t'ju jepë dhe të botë rizvarime në mënyrë profesionale nga institucionet e tyre të kthehen të pagjetërit dhe besoj që është punë shumë të mirë dhe shumë profesionale, por sa është korekt Serbia në këtë aspektet, le të shohim dhe shpresoj që më në fund Serbia nuk të bëjë kalkulime dhe nuk të bëjë dëme në këtë çështje kaq të ndihshme dhe shpresoj që duke ditë çfarë Serbie kemi përpara dhe çfarë regjimi është Vučići, e dim shumë mirë edhe na dhe opinioni juaj i Shqipërisë, edhe Vučići ka qenë ndër një ushtarët që ka bërë masakra në Srebrenica dhe po dyshojmë nga autoritetet italiane që ka furnizuar me armë snajperisë dhe vetë ka qenë snajperisë për të vrarë civilë të pambrojtur në luftën e Sarajevës atje dhe shpresoj të vinë autoritetet italiane me një akt akuzë të arrestohet edhe Vučići. Apo përdoren zoti Halimi personat të zhdukur si një kartë politike në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë? Po Serbia çdo detaj, çdo tan që e ka afër vetes se përdor në favor të vetë politikës dhe për të dëmtuar institucionet e Kosovës dhe kjo çështje është shumë e qartë dhe nuk don koment dhe besoj duhet edhe institucionet e Kosovës të themelojnë sa më shpejt dhe të ketë njerëz të fushës hala më profesioniste, e dim atë komisionin për të pagjetur
besoj tash duhet të vinë edhe gjërata të tjera dhe besoj të vinë një kuadër ende më i mirë dhe të ketë sene konkrete përsëritje prapë dhe mos lutet në ndjenja ato përsëritje se kjo është e dhënshme, mas pare për familjarët dhe për të gjitha ata persone që kanë ndjenë në shpirtin e tyre dhe për vetë institucionin e Kosovës dhe shpresoj që vi kjo zgjidhje sa më shpejt dhe mos kemë asnjë pa gjetën në Republikën e Serbisë për të thërë familjarët e tyre dhe të rivarosen në vendinjët e tyre ku jetojnë me familjarët të tjerë. Zoti Elimi, Serbia ka nënshkruar më parë marrëveshje për personat e zhdukur ashtu si e dim, por zbatimi i tyre ka qenë sigurisht i ngadalshëm ose i papërfillshëm. A besoni se këtë herë Beogradi do të bashkëpunojë realisht? Po, zëndele shumë me mirë këtë pyetje, faleminderit. Po, tash politika e Vučićit e kem pa në pa edhe sa marrëveshje të tjera nga qeverit që i ka nënshkruar Vučići, e kem pa qasi nuk i ka zbatuar o veç pjesë dhe ata kanë pjesën kruciale të thojnë një farë shpëtimi me themelimin e zajednisë apo asociacionit në shumicë punën e sërve, mund të ketë një farë larja apo një farë pajtimi me sërve dhe kjo dëmë ta shë Vučići si një pa dhe një farë shpërmali me thonë që ja pa na bëm të gjitha dhe këtë nëzërëm dhe dim shumë mirë, shpresoj që mos lunë me ndjenja për përsëritje se Vučići dhe njerëzit e tij, se dim Vučići sundon të gjithë politikën e Serbisë, edhe ato komisione përmes varësit e tij, përmes linjave shtetërore dhe besoj që është e qartë në dokument. Dhe inshallah komisioni tash që është apo ai që ka qenë e ka më seriozisht të jap informacione më shumë autoritetet të tyre atje dhe të bëhet zhvarrimi i të gjithë pagjetërve dhe t'ju kthehet institucionet e Kosovës përmes komisionit të caktuar nga qeveria e Kosovës dhe të bëhet sa më shpejt edhe identifikimi i atyre personave dhe përmes ADN-s, përmes mjekësisë ligjore dhe besoj nuk do në komente çdo fjalë që është e tepërt ose tepër dhe që është tepruar dhe shpresojmë Serbia duhet të thirrë mendje dhe mos bënë ndonjë të shpirtat të qytetarë të Kosovës dhe institucionet Kosovës që ka bojnë pa mundën për t'i thyrë pagjetëret në Republikën e Kosovës. E Zoti Elimi, nga ana tjetër, marrëveshja për personat e zhdukur konsiderohet si tema më humanitare e dialogut, por rezultatet konkrete për familjet kanë munguar. Duhet që kjo çështje të ishte ndarë plotësisht nga pazaret politike? Po kjo çështje nuk duhet të bëhet as temë se dime, duhet Serbia të kërkojë falje dhe në të drejta në Konventën e Gjenevës dhe Konventën e Stambollit, një shtet që ka bërë gjenocid, ka bërë vrasje, të gjitha ato që u thanë më lart, besoj që kjo është e qartë dhe nuk duhet të bëj kjo me politikë dhe do të vullnetarisht të kthejt pagjetëre, po që po dishohet në ato varreza kanë bëhe poligon të ushtrisë së Serbisë dhe policisë dhe pa një shpresë shumë e vogël sipas programeve dhe njerëzve që kanë dhënë informacione në çdo rrugë tjetër dhe dyshohet në Batajni sot, aty është betonuar ajo dhe është bërë poligoni gjujtjes së ushtrisë dhe policisë serbe dhe kjo është e qartë çfarë serioziteti e ka pas Serbia dhe çfarë mund ta ketë, po shpresoj vetëm me presionin e SHBA-ve mund të thënë pagjetërve dhe kjo është një shpresë shumë të madhe se kemi thënë shumë herë në zemrën se pa SHBA Kosova nuk mund të bëjë kurrë dhe kemi të këtë pavarësisht aty në hërbatjeve politikanëve dhe kalkulime politikeve që kanë sjellë dëm Kosovës dhe institucioneve, po ato ka të shkuara dhe mos përsëritet më dhe shpresoj që SHBA të bëjë presion këtë aspekt, këtë çështje dhe shumë çështje tjera